Këshilli Bashkiak i Gjirokastras zhvilloi mbledhjen e radhës ku diskutuan dhe miratuan disa çështje me rëndësi për administrimin dhe zhvillimin e bashkisë. Në fokus të mbledhjes ishin ndihma ekonomike, miratimi i buxhetit faktik të vitit 2025 e të tjerë. Realizimi të ardhurave të veta për vitin 2025 paraqitet në masën 95%, krahasuar me vitin 2024 paraqitet me një rritje 2%. Të ardhurat e veta zën 40% të ardhurave krahasuar me të ardhurat e pushtetit qendror. Planifikimi të ardhurave për muajin shkurt mars duhet të ulet sepse tendenca e 2 viteve tregon se realizimi në këto muaj është poshtë nivelit 70%. Ndërkohë, përqendrimi më i shumtë i realizimit të ardhurave është në muajin dhjetor. Po edhe ky muaj duhet të rishikohet gjatë planifikimit. Përqendrimi i monitorimit duhet të përqendrohet në muajin gusht dhe ka filluar punën në të gjitha strukturat pranë bashkisë për kontrollet të shpeshta në terren dhe komunikimet me bizneset. Gjatë mbledhjes, këshilltarët shqyrtuan dhe miratuan projekt vendimin për miratimin e buxhetit faktik 2025. Mbështetje për arsimin. Në këtë program përfshihen shpenzime për paga për stafin mbështetës, ndërtim, rehabilitim për mbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor, bazë, prauniversitar dhe konviktet, shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve, çetet e fëmijëve dhe stafin mbështetës, programe mësimore për trajtimin e edukatorëve dhe mësuesve, furnizimit e mbështetja me ushqim me kopshtet dhe çetet, ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore, rikonstruksioni infrastrukturës arsimore, përveç fondeve të akorduara nga buxheti i bashkisë, është mbështetur nga Ministria e Arsimit, fondet e Ministrisë së Rinjës janë realizuar në 80%. I pranishëm në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi bëri me dije gjithashtu edhe ndryshimin e orarit të mbajtjes së tavolinave dhe karikeve në pazarin e Gurt. Në atë pikë të rregullore si ne kemi miratuar, 12 duhet të mblidhen dhe tavolinat dhe kariket. Dhe për të arsye kemi bërë vetëm të shtesën, pra vetëm të pjesë që nga ora 12 kalojnë deri në orën 2, pra 2 të mëngjesit, me qëllim që pastaj të ketë mundësi edhe shërbimet publike dhe shërbimet komunale të vazhdojnë të pastrojnë dhe të sistemojnë gjithë zonën e pazarit. Pra kjo është arsye që kemi edhe këtë pikë e kemi kaluar jashtë rendit të ditës. Vendimet e miratuara në mbledhjen e Këshillit Bashkiak synojnë përmirësimin e administrimit financiar, forcimin e politikave sociale dhe vijimin e investimeve në shërbim të komunitetit.